Në fshatin Kusar të Gjakovës ndodhet një vend që pak njerëz e njohin, por ata që kanë qenë atje nuk e harrojnë kurrë. Është Vaska e Curelit. Është një burim natyror ku uji del nga toka me një rrjedhë të pastër e të ftohtë gjatë gjithë vitit. Vendi është i qetë i rrethuar nga natyra dhe të ofron një paqe që sot është e rrallë. Banorët e zonës e njohin mirë këtë vend. Disa vinë për të mbushur ujë, të tjerë për të pushuar, por ka edhe nga ata që thjesht ulen e dëgjojnë zërin e natyrës. Nuk ka asfalt, nuk ka ndriçim, por ka diçka shumë më të plafshme, qetësi, freski dhe një lidhje të fortë me tokën. Vaska e Curelit është një thesar natyror që duhet ruajtur dhe vlerësuar. Banorët e Kusarit e njohin mirë këtë mrekulli, por kohët e fundit edhe vizitorët po zbulojnë këtë oazë natyror, një vend që të fton të kthehesh sërish e sërish. Vaska e Curelit është një kujtim i gjallë i asaj që kemi dhe që nuk duhet ta humbasim, një copë e pastër e Kosovës që meriton më shumë vëmendje.